Unë jam njeri pa konsumuar, jam njeri që s'kam qenë kur në pushtet, nuk kam punuar kur në administrat, jam njeri që politikën e kam parë për dhënë. Në politikë hynë dy persona, hynë burri dhe fëmia. Burri futet për dhënë, fëmia futet për të marrë. Unë e shikoj veten të këta njerëz që do japin politikë dhe e shikoj gjithmonë politikën si countdown. Qytetarët sigurisht që janë tetur për terren. Në rast se ti nuk i thua terren, nuk e thën asgjë për mendimin tim. Prandaj unë kam modelin tim. Unë jam një politikan atipik. Unë kam një atë dhe, kam një grua, kam një makinë dhe akoma nuk kam një shtëpi. Pra jam një njeri I cili vi nga njerëzit e thjesht dhe këtë nuk e them për populizëm. Në rast se unë do të shkoj me Range Rover në fushat apo siç bëjnë këta tjerët, unë parat ja u kam vjedh këtyre më, se është shumë e thjeshtë. Në rast se unë do të pasurohem, do blej 5 shtëpia, pasi të marr mandatin e deputetit, parat ja u kam marr qytetarëve në këtë rast. Prandaj qytetarët janë zgjuar. Unë dua të bisedoj me qytetarët përpara se t'u marr votën, t'u fitoj zemrat atyre dhe ata të kenë besim. Unë gjykoj që mund t'i përfaqësojmë sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Unë nuk futem për me marr rrogën politik. Unë rrogën e marr se jam gazetar, kam profesionin tim. Politika nuk është profesion. Politika është një gjë që ti jep kontribut. Edhe në Greqinë e lashtë njerëzit ndaheshin në politikan dhe në idiot. Unë kam zgjedhur gjithmonë politikanin.